për ankth dhe pasiguria fatgjate. Pastaj e katërta, disiplina e ashpër, si dënimet fizike ose friksuese. Kjo kam përshtypjen është shumë standarde të ne, është prezente, vazhdon të jetë. Kjo lidhet me stres kronik, pastaj agresivitet më të lartë në të ardhmen, vetëlirësim të ulët, etj. Ama këtu duhet të sqarojmë diçka. Termin disiplinë, neve duhet të dimë të dallojmë nga ky konotacion, nga ky background në cilin është vendosur këtu. Në periudhën e viteve të parajetës, çka i ndihmon fëmijët që disiplinë e ashpër, kemi thënë, përmes çka i ndihmon fëmijët që të rriten më së miri janë rutinat e rregullta të shëndetshme. Pra fëmia ka nevojë ta ketë një rutinë ditore. Fëmia ka nevojë ta di çka do të bëj tani dhe çka ndodh më pas. Sa do të zgjasë kjo dhe çka pritet prej. Mungesa e rutinës dhe stabilitetit ishte e pesta në radhë. Fëmia ka nevojë për kufi, të cilën ne të rriturit i përcaktuar. Mungesa e lojës lirë. Mungesa e të lejuarit të fëmijës që të jenë fëmijë. Që ky është gabimi më i madh. Jo, ma shqip me thonë. Ma shqip me thonë. Të mos e lejojmë të rrëzoj, të grindet, të bërtasi, të qaj, të përplasi këmbët, të rrotullohet, të haj vetë, të bëhet pis, të provoj t'i vesh i këpucët vetë edhe pse i vesh këshu adje në mbrapshme njëna tjetrën. Është okej. Duhet t'a lejojmë të jetë fëmijë në çdo moshë të vetëm. Edhe ajo që e përmendëm më herët, overprotection, ose mbi protokollimi me i kallëzu gjithë çka që ka me bo, ku prindrit një farë mënyre bëjnë gjithë çka. Fëmia nuk zhvillon pavarësi kështu, do pëson vetë besimin, rritet varësia emocionale. Nën 8, komunikimi verbal. Mungesa e komunikimit verbal kohët e fundit, çdo herë më tepër po rritet për shkak të asaj që e kemi para vetes. Domethënë, prindrit nuk flasin me fëmijët. Sepse jo japin në 2 vitet e para çdo mjet teknologjik digital. Nëse nuk jep këta s'po han buk ata. Po e han ushqim. Nuk po han buk sepse Anse se kam mësuar herën e parë. Nuk e ka marrë akoma uria. Po ta marrë uria. Unë me këtë teori jam. Po t'ja vendosësh në orar pjatën në tavolinë, aty ku hanë edhe ti bashk, edhe ti thuash kjo është ushqimi dreka sot. Edhe ti ushqehu, edhe ai do të shikoj, ajo do të shikoj ty duke ushqyer. Do ta hedh një herë këtu, do të bëhet pis, po është në rregull. Do ta haj gjysmën e pjatës, edhe kjo është në rregull. Jo domosdoshmërisht duhet ta mbaroj pjatën patjetër. Japim porcionet vogla, aq sa mund t'i haj. Dhe mund dhe duhet t'i haj. Prej moshës 18 muaj, fëmijët janë të aftë të kryen detyra shtëpie, obligimet e shtëpisë. Arrin unë të fëmit? Nuk rrin unë. Jo, ata nuk majnë djetë, momentin kur u rritën, ata i lypin prap vetë. Dhe janë në gjendje me hece thuj u mamave. Absolutisht. Stresi familjar i vazhdueshëm, edhe mungesa e stimulimit intelektual. Kjo pjesa me libra, lojra edukative, aktivitete eksperuese. Jo vetëm. Stimulimi intelektual nuk është vetëm libri. Stimulimi intelektual është, kur fëmija vjen nga jashtë, ti t'ulesh në nivelin e fëmijës edhe ta pyesësh si kalove jashtë. A u rrëzove? A të dhëmbi gjuri? A ka dal gjak? E çka bëre me të? E çka duam të bëjmë tani? A do të ndihmosh pak të bëjmë gjellën bashk ose ta shtrojmë tavolinën bashk? A do ta shikojmë një film vizatimor bashk? A ke qef mu grinë me mu me bë mundje sot? Ose, apo e bëjmë